shiko tani. Tu jam në rrugën Rëshen për Lap. Edhe jemi në hyrjet Prosekut. Po, në hyrjet Prosekut. Jemi në hyrjet Prosekut. Po, në hyrjet. Në fakt unë sot erdha për të bërë diçka problemore me të vajzat e reja që kemi në televizion në Akrolis TV. Që është një televizion rishtar, këtu duhet vinë televizionet e mëdha. Jo vetëm të bëjnë fresk në Tiranë. Fresk kryeministrit, fresk kryetarit të opozitës, fresk ministrit, fresk tjetrit, por vinë shohin se kjo rrugë është bërë gangren për këtë zonë. Dhe kjo gjyshja këtu, ja shi tani kjo gjyshja këtu, që ka një jetë që rritu, dhe ka marrë është marrë, që ke bo me këtë rrugën ti, vetë? Vetë për zotër, ka marrë një 2-3 herë, ka marrë të shidun, e folun punëtorve, shtroni më ata, shoni zhavore, shoni, e kishin pashu zhavorin në kanal. Mosh kanalin, si e ka hap djali kunatrit. Ai kanali djali kunatrit saj që ka hap kanalin me ata, e ka bo me beton. Po, ka bo me beton. Sa ka hargju, se më që ka hargju goxha, ka hargju lek. Po, ka hargju lek. Edhe punëtor, e ka hap ai dhe ja mushën me dhe këta. Ne e kanë mush me dhe, me ferra, se ka pas trugu. Tani, ti tha i gjo aty, për këto gocët e reja, the që unë nuk e di se kush e drejton kompaninë. Jo, se di se... unë do të kisha marrë telefon, apo? Jo, kisha marrë telefon, se di se kush e drejton këta. Autoriteti rrugor. Ky thonë, bashkia nuk e ka. Jo, nuk e ka bashkia, realisht, bashkia është mundu me hedhë disa gjëra të vogla, por kaq se s'ka tagër më shumë. Ja, por autoriteti rrugor, ore, po do të keni turp më. Po turpër, qohet një gjyshe që ashtu shku ke 80 djesh, merr lopatën dhe smur. Dhe vjen i mbulon gropat e tjerë me radhë, nërsa ju i jepni tender për të mirëmarrë rrugën kushdo qofshi. Merr tendrin për marrë me bë punë. Po jo me lan gangren këto. Jo me çiçi në gropa. Absolutisht. Gjë tjetër, tani se du një apel nga ti të fortë, një apel. Ka i gjon. Tani rruga e Lurës, pra nga Livadhi i Turgut, tani kanë fillu me ndresh. Me ndresh do filloj dhe asfaltimi ore. Ky është problemi, se sa do ta bësh rrugën e Lurës. Nëse ti s'ke rregullu dhe këtë atëherë ç'a ka? Nuk e di që shaf menojnë këto. Nuk e di që rrugë në më ta kenë shtru hiç që tu bën si ishte. Si ishte bose, s'ka qenë dikur, s'ka qenë. Ka qenë rrugë, kam aso sherrë kaloshin. Ka qenë rrugë e mirë. Tamam. Për zotë s'u bonte bal. Edhe herë, ju që autoriteti rrugor e tjerë, po edhe ju përfaqësues e Mirditës, një gjyshën më që merr lopatën e punë vet, një gjoni këtë më. O visës kam pas takat që menoshëm me vot me preferat, rrishëm të uzon me gjithë burë, po s'kanar me pastru më në që vrëj. Ne aso kam marrë vjetë kam pastru një pak që. E pastrova drejt shpajit. Ashe brava qofti që ke vullnetin edhe... Shar vullnetin edhe fat që u kemi ju më. Se mos më pas edhe ju Jo, ka maru ky vend. Thot e reja, që ke shku aty? Thot e reja, a reja ishte ajo që të... Që ke shku, po kam shku se ka hi ujt në armëj. Shemë të, ja ka merak. Mirë, të falenderoj. Dhe inshallah do bëhet rruga, kur do që ashtu të bëhet. Inshallah bëhet rruga, qitë rruga merë. Po kanë thënë do të bëjnë ani, ta s'kanë si me qitë për jashtë pëndërimi. Ja, nuk është e vërtet. E di se që a thonë të alë, kjo s'është e vërtet. S'është e vërtet, që për i shidun të aty. Pa tjetër. Që anin 2 dilim vena është. Projekti tjetër që mund vjen dhe për ne du të përtasim shumë, edhe përfaqësuesi i bashkisë, edhe deputetet. Më vjen e thjesht, hajde. Sa me u duk, po jo, edhe ju, du t'insistoni shumë. Edhe unë du t'i drejtohem ministrës, Belindës, në emër të nanave, të nënlokëve të Mirditës si puna kësaj, në emër të Lizës, edhe të Lizave të Mirditës, që kalojnë kësaj rrugë, në emër kësaj. Pas si amanet në nënlokë, nuk ka amanet më të shenjtë, më hyndor. Me ardhë, ministre e dashur, pas Lurës, ju lutem shumë, vazhdoni projektin tjetër për me asfaltu. Nga Rësheni, për Lap, Nurat, edhe të lidhet edhe me pasaj Lurët. Me Lurën, në tunel, ta të mrame nëse në tunel të parë. E tha shumë bukur, inshallah bëhat edhe kështu për smrapshi. Shake me bon, Falenderoj që foli, se ka lezet tjera jote.